Nëse duhet me marrë një parfum të njëjtën, cilën e kishe zgjedh? Let's give myself an orgasm just mentally. Sot kam jau tregu çfarë parfuma përdorin futbollerat. Marcelo, Dior, Home Intense. Shumë elegant, ka iris pak si pudër, pak ëmbëlsi, është erë që të bën me uduk i rregullt edhe me stil. Rodrigo Onyx Al-Jazeera. Parfum arab, është shumë i ron, ud, druni edhe amber, është luksi pak misterioze, nuk është për secilin, po kur e vendos krejt e vren. Declan Rice, Bafura. Fruta dhe vanil, i fresht, po edhe i ëmbël, shumë i fortë, zgjat edhe lën zhurmë. Me këtë parfum këtë njerëz kanë me të pyet çka ke vendos. Kai Havertz, Amber Nuit Dior. I ngrohtë, pak pikant me trëndafil edhe amber, shumë i rafinuar, perfekt për mbrëmje edhe erë që jep prezencë. Ka i përdor edhe Love Don't Be Shy by Kilian, shumë i ëmbël, marshmallow, sheqer, vanil, pak ndryshe prej tjerëve, po shumë i veçantë kur të rrin mirë. Kto janë zgjedhjet e tyre, edhe secili ka stil tjetër, po ti cilën e kishe zgjedh, edhe mos harro me bë tagat shokun që i vyn një parfum urgjent. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM, subscribe në YouTube.